2018-2020, qeveria aso kohe as 4 milion euro për armatim dhe municion. Qeveria jonë për 4 vjetë ma shumë se 430 milion euro, pra ma shumë se 100 herë ata. Para neve të dashur qytetar, policia e Kosovës ka qenë më e armatosur, më e madhe, më e fuqishme se ushtria jonë. Kjo po ndryshon, e keq tavonin prej 5.000 pjesëtarëve të FSK-s, tash mund të shkojmë edhe më shumë se 5.000, kena dyvishu numrin e qizmeve në tokë, i kemi shtu ushtrisë tonë drona TB2 Bayraktar nga Turqia, drona Skydagger Kamikaze nga Turqia, drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sistemin Javelin antitank nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të blejmë helikoptera, skiftera Z Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjakov do të kemi fabrikën e municionit për ushtrin ton dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. Po ashtu e kemi shpier edhe më lartë tavonin e moshës. Forca e Sigurisë Kosovës e ka pas tavonin 23 vjeç. Më shumë se 23 vjeç nuk ke mujt mu inkuadru në FSK. Tash e kemi bon 25 vjeç, i ftojmë djemët e vajzat, gratë e burrat që duan të angazhohen, dhe jemi të interesuar që në fund mandatit nga rreth 300 ushtarake, sa i kemi në forcën e Sigurisë Kosovës, të kemi 1.000 gra e vajza në ushtri. Ndërkaq, të gjithë ju që jeni të interesuar mund të bëheni pjesë e rezervës vullnetare të ushtrisë Kosovës, do t'i kryeni ushtrimet, trajnimet në kuadër të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, se cili do t'a di se ku do t'jetë e çfarë do t'bëj në rast të fatkeqësisë natyrore apo konfliktit armatosur, dhe do t'kryhen edhe kurset për ndihmën e parë, edhe kurset për përdorimin e armëve, dhe se cili prej jush do t'a ketë pushkën, jo të shtëpia apo në kazermë të FSK-s, ju do t'a dini vendin ku e keni pushkën në rast të rrezikut për shtetin e përkombin ton, por po ashtu edhe ata në FSK do t'a dinë se ku jeni ju në rast të një rreziku të tillë. Në këtë mënyrë e gjithë shoqëria jonë ngritet lartë dhe organizohet për mbrojtje rreth ushtrisë tonë që po ngritet lartë e më lartë, sepse edhe po rritet për nga numri, edhe për nga pajisjet e armatimit modern dhe të municioneve të shumta.